është prilli i ngjarjeve të mëdha astrologjike apo do të jetë një muaj i qetë? Është një muaj shumë i ngjeshur. Ngjarjet astrologjike kemi një shumë të rëndësishme, do të jetë kalimi i Uranit tek shenja e Radhës, shenja e binjakëve. Është një kalim planetar që ndodh pas 7 vjetësh dhe do të qëndrojë përsëri tek shenja e binjakëve 7 vjetët në vazhdim. Prandaj është një kalim planetar shumë i rëndësishëm. Për te këtyre kemi standardet. Sot jemi gjatë një hëne të plot, ose më themi ndodhe, por ndikimet e saj vazhdojmë që të ndjejmë. Dhe do të kemi edhe një hënë të re, që është në datën 17, është tek shenja e Dashit. Ndikimet në përgjithësi tek kësaj hëne të re, që do të jetë në datën 17, janë shumë të fuqishme, sidomos për ne në Shqipëri, arsyeja është se ndodh mbi hënën tonë. Prandaj dhe popullata ndodh shumë rrallë, nuk është diçka shumë që ndodh shumë shpesh. Herë e fundit që ka ndodhur, që ishte një eklips, madje ka qenë një eklips dielli tek mbi hënën tonë në 29 gradë të shenjës së Dashit. Ajo ka qenë para 5 vjetësh, ndërkohë që tani po mbyllet pak a shumë një cikël dhe do të fillojmë një cikël të ri, normale që kur preket popullit, do më thënë që preket dhe mënyrë se si ne e trajtojmë veten tonë dhe mënyrë se si e lejojmë veten tonë që të trajtohet. Prandaj dhe mund të vëmë ndryshime të shumta. Siç e thash, muaji prill është një muaj shumë i ngjeshur. Në përgjithësi në natyrë mund të vëmë ndikime jo shumë pozitive. Do të kemi vazhdimin e ndryshimeve të shpeshta të motit. Kjo mund të përkthehet edhe në vazhdimin e rreshjeve të shumta. Edhe pse në këto momente duke sikur ka mbaruar si proces, mund të ketë shpërthime pak a shumë natyrore, ndërkohë që do të kemi edhe disa probleme me lëvizjet e tokës, kjo sepse mund të kemi tendencën ose ekziston risku që të kemi dhe tërmete. Për fat të mirë këto janë tërmete të vogla, nuk është diçka që duhet të shqetësohemi në masë, por të gjithë personat që e dinë që kanë probleme me shtëpitë e tyre, sidomos me themelët e tyre, detyrimisht do t'i këshilloj që të marrin masa. Është e detyrueshme. Të gjitha këto brenda prillit janë të ekspozuara? Të gjitha këto brenda prillit, deri në datën 26 do të vazhdojmë që të jemi me këto ndikime. Pas datës 26 ndikimet janë shumë më të buta, por kemi 3 ditë, me mërë të themi që janë goxha të vështira, që është data 24, 25 dhe 26 prill. Pse janë të vështira këto? Kemi shumë kënde të vështira, pak më tepër që edhe Urani që sa përmenda do të jetë i vendosur tek grada e fundit të shenjës së Demit. Kur kemi një planet të vendosur tek grada e fundit, çfarë do shenjë gjithmonë ka kriza, si në natyrë, po ashtu edhe në shoqëri, dhe duke qenë se është Demi, domethënë destabilizim vërtet shumë i madh, si në popullat, po ashtu edhe nga ana ekonomike në këtë rast, duke qenë se Demi përfaqëson edhe pronat dhe të ardhurat materiale. Kjo do të thënë që ne do të ndihemi pak të pasigurt, për këtë arsye mund të sulmojmë edhe njëri tjetrin, siç e thash, ne si Shqipëri sapo do të kemi dalë nga një hënë e re, e cila do të thotë fillime të reja. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm që këto fillime të jenë të shëndetshme. Jemi në fazën ku individualiteti jon ka filluar që të dalë pak më tepër në sipërfaqe. Kjo do të thotë që në qoftë se ne këtë individualitet përdorim në mënyrë që të shërbejmë njëri tjetrit dhe shoqërisë, do të kemi aftësinë që ne si Shqipëri dhe në botë, në të vërtetë është si ndikim, por ne do të ndikojmë pak më tepër, që të jemi një popullat shumë më shëndetshme. Është e vetmja mënyrë, më të themi, nuk kemi mënyrë tjetër, nëse nuk ndihmojmë njëri tjetrin. Të reagojmë në këtë situatë.